Një arsenal armësh është sekuestruar nga policia e Gjirokastrës, ndërsa janë arrestuar 3 personat që e posedonin. Sipas njoftimit të policisë, aksioni ndihmuar edhe nga 2 grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe specialistët e sektorit kundër narkotikëve, është zhvilluar në fshatin Shtëpëz i Vjetër i komunës Picar. Policia është informuar se 3 persona po lëviznin të armatosur në drejtim të rrugës nacionale dhe është vënë në ndjekje të tyre. Pas 2 orë ndjekje, policia ka arrestuar vëllezërit Oltian dhe Ylber Imaj, 25 dhe 30 vjeç, dhe Taulan Dautin, 20 vjeç. Nga kontrolli ushtruar në banesën e vëllezërve Imaj, u bë e mundur gjetja e 3 armëve të zjarrit Kalashnikov, të cilët i kishin fshehur kur ishin pikasur forcat e rendit. Po ashtu në shtëpinë e tyre u gjetën 18 predha të grand hedhësit, së bashku me 18 mbushjet, 1500 cop fishek Kalashnikov, 130 cop fishek pistolete dhe një armë gjahu çifte. 3 personat arrestuar do të përballen me akuzën e prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe municioneve e kryer në bashkëpunim, ndërkohë policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.